Po të lëshaj pa ta po edhe një pyetje me Nova për me Elion për herën tjetër, po për legalizimin e ndërtesave. Po ta bëj edhe që të pyetje mas jemi këto, çka ndodh me legalizimin e ndërtesave. E dim që është kogja problematike. Një potencial miliardësh në ekonomi është i bllokuar për momentin, sepse shumica pjesa dërmuese atyre që kanë ble banesa që janë ndërtu mas lufte, nuk i kanë dokumentet e pronësisë. Pra nuk mundën me përdor as për hipotek, as për shitje, as për mundësi të reja ekonomike. As gredime i zomu. As nuk mundën. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse edhe ekonomia bllokohet, po edhe familjet vujnë nga ky fakt. Ne kemi propozuar një procedurë të përshpejtuar të legalizimit. Kemi nevojë me kriju shumë ekipe që hyjnë lagje për lagje, blok për blok dhe bëjnë legalizimin proaktiv. Në mënyrë që qytetarëve mja u dhon këtë dokumentat e pronësisë. Certifikata e posedimit është dokumenti mbi cilin dikush që ka bler një banesë ka pagu edhe gëzon si pronë dhe mundet me i rrit mundësitë ekonomike të familjes. Unë besoj shumë se kemi gjithë bazën ligjore, vinë pak ma shumë vullnet të angazhim, vinë me prioritizu, sepse njerëzit nuk kanë mundësi me prit ma gjatë dhe me ja mohu një mundësi ekonomike që e kanë. Kur bëhet prioritet, sa ta merr mendja që ka kozgjatje deri në realizimin, se tash e dim që ka është një numër shumë i madh. Normalisht që nuk mundet me qenë ajo për 3 muaj, nuk mundet me qenë për 6 muaj, ka me marrë një periudhë më gjatë kohore, po pavarësisht sa ta kish marrë mendja që kish mujt ato rreth 50.000 banesa ose më shumë banesa janë. Unë mendoj që procesi duhet me nisë me njëherë, me të filluar mandati dhe duhet me vazhdu pa u ndërprej. Kjo nuk e ka një periudhë nisës më ndaj ndoni me vazhdojnë tutje. Po, se kryjë. Këto ekipe kur të krijohen, vazhdojnë me punu deri në fund. Do besoj se gjatë mandatit të ardhshëm duhet me përfundu çështja e legalizimit.